Mungesa e gjyqtarëve në rritje numri i dosjeve për të shqyrtuar. Gjykata e shkallës së parë në Vlorë regjistron sot 12 gjyqtarë nga 16 që duhet të ketë në organik. Kryetari i dhomës së avokatisë Vlorë, Durim Bajrami, për Blu Televizion konfirmon se problemi i zvarritjes së shqyrtimit të dosjeve nga gjykatat e shkallës së parë përcillet në hallkat e tjera të gjyqësorit, ndërsa sot ka ende dosje të 1 apo 2 vite më parë që ende nuk janë shqyrtuar, duke krijuar anomali dhe shqetësim tek qytetarët. Sot, organika në djenin time gjykatës së Vlorës duhet jetë me 16 ose 17 gjyqtarë, sot në djenin time janë 12 gjyqtarë. Pra ka 4 mungesa nga organika e saj. Jemi mirë, them jemi mirë sepse kemi qenë dhe më keq. Pra ikëm nga e keqja dhe diçka është normalizuar. Gjithsesi, në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë, sot ka çështje që janë të mbartura në këtë gjykatë, qoftë edhe për largimin e gjyqtarëve dhe kalimit dosjes nga një gjyqtar te gjyqtari tjetër, dhe ka çështje që po shkojnë dhe kanë kaluar 2 vite në gjykim. Pra kemi dosje që janë duke shqyrtuar ende 2022 dhe 2023? Po, absolutisht po. Pa llogaritur pasaj ku shkon çështja në gjykatën e apelit, që është histori tjetër pas. Harta e re e gjyqësorit në Shqipëri solli dhe një problematik të tillë, ndërsa në sistemin gjyqësor mungojnë gjyqtarë, çka ka sjellë dhe zvarritje në shqyrtimin e dosjeve.